Prokuroria Themelore në Gjilan në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, pas një hetimi intensiv dhe zbatimit të masave të veçanta hetimore, ka ndalur të pandeurin me iniciale DS për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale detyrimi. Sipas një njoftimi në rrjetin social në Facebook, bëhet e ditur se i njëjti dyshohet që nga data 29 maj 2024 deri në momentin e arrestimit të tij, përmes kanosje serioze me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, ka detyruar të dëmtuarin FS që t'i jepte shuma të ndryshme të parave, ku bazuar në provat e siguruara gjatë hetimit, dyshohet se ka përfituar rreth 50.000 euro nga i dëmtuari. Tutje bëhet e ditur se me vendim të prokurorit i pandeurit DS gjendet në masën e ndalimit 48 orësh dhe brenda afatit ligjor ndaj tij do të ushtrohet kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit. Edhe në raportin 24 orësh të policisë bëhet e ditur se i dyshuari e ka kanosur një grua duke e detyruar t'i jap një shumë parash. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti duke e kanosur e kishte detyruar viktimën femër kosovare t'i jap shuma të ndryshme parash. Me vendim të prokurorit pas intervistimit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, thuhet në raportin e policisë.